rast urgjent mamaja ime po mbet tjetër dhe arrije. Në këtë moment si do jetë dhe kush do jetë procedura? Unë ju premtoj të paktën juve me që flasim bashkë, që unë do shkoj të interesohem, unë do shkoj të interesohem vetë në drejtorinë e kufirit ose kudo, sepse njerëzit tanë duhen ndihmuar. Dhe duhen ndihmuar në kuptimin saktësisht dhe jo për të reklamuar veten apo për të reklamuar një zyrë. Në zyrën time më shumë s'ka nevojë të vi asnjëri sepse unë nuk kam lidhje me personat e lirë, unë kam lidhje me personat që janë të dënuar. Kështu që unë s'kam një lloj reklamimi për zyrën. Tek unë duhet vish vetëm prindrit e dikujt që ndodhi ajo që ndodhi. Unë nuk kam klientel të lirë që adresohet tek unë, thotë Danila, po si më të bëj këtë punë. Kështu që nuk duhet të fokusohemi, unë kam zyrë, Selamika, po e kush ka zyrë. Duhet të fokusohemi që me informacionin ton e para të jetë i saktë, nga burimi, jo me të thëna, jo me të lexuar. Kështu që në ditët në vijime kam bërë në plan të shkoj vetë dhe të pyes dhe t'i them, më informoni në 2 raste urgjente, sëmundje dhe të papriturat e jetës, si duhet vepruar, flasim për këtë moment. Si do të jetë ETIAS është tjetër. Që problemi është se ne nuk kemi, Evropa nuk ket në një informacion, nuk digjet brenda thonjzave, nuk e ka ajo hallin. Për momentin Europa, po e di ku e ka kokën, por ju e citoni këtë një mbyllje të kufirit, pra ose përveç ndryshimit të rregullave, edhe në thojza një mbyllje lehtë e Schengen, zonës Schengen, duke hapur gjithë procedura. Opinioni im është që kjo duhet bërë, sado që të na dhëmbi ne, sepse ne jemi ata që ende jemi në procedura me Bashkimin Evropian për të inkuadruar, për të hyrë. Pavarësisht se Shqipëria është 90% në Evropë. Shqipëria s'ka asgjë, ka ngelur vetëm një pakt klasik ndërshtetëror nga forumet përkatëse që Shqipëria thotë jemi aty. Jemi aty. E shikoni lëvrimin e euros, e shikoni mallin, shikoni shëtitjet, shikoni sa student shkojnë, shikoni tregtarët, shikoni turizmin që e mbytëm vjet. Statistika thoshin që shtetat si shqiptar ishin renditur të dytët nga shumë e parave që pra ne jemi në Evropë. Ajo nuk e di çfarë do sjellë ajo që do ishte në Evropë. Ndoshta këtë lehtësinë e kufirit. Për mendimin tim kjo duhet të vinte, sepse mbas 35 vjetësh që na u dha mundësia në shteteve të izoluara, se ishim shtetet të izoluara, të paktën ne, vendeve të ish bllokut të Varshavës, të ish bllokut si quanin komunist. Na dha një mundësi të vinim, të punonim, të arsimoshim, të qëndronim, të kërkonim lej qëndrimi, lej për rezidencë tjerë. Siç u vure, shpërngulën hakmarrjet, mërrit dhe goxha probleme midis tyre, i shpërngulën dhe kthyen në arenë lufte individuale, jo luftë individuale, vendet evropiane. Pra vite tjetri dhe vriste për hakmarrje, për prishje të pazareve të ndryshme në X vend. Shkonte në Austri, shkonte në Gjermani, në Greqi, këto vende, pra problemi nuk erdhi se Evropa u ngrit një ditë dhe tha ne jemi mjaltë e gjaltë me të gjithë, këta mrekullueshëm, të edukuar, të shtruar, por unë duhet bëj këtë. Problemi ishte se u shkaktuan shumë probleme brenda vendeve evropiane, nga shtetas të vendeve të treta, që sollën një formë krimi që i cili deri tani ishte, për të mos thënë, i pa dëgjuar. Format e krimit ishin goxha të egra, gjakatare, ishin shumë të egra dhe tronditën shoqëritë e Bashkimit Evropian. Dhe ata vendosën dhe thanë, përse kontrollin e këtyre personave mos ta marr unë, me që kontrolli për të dhënat e këtyre personave nga shteti përjardhjes nuk janë dhe aq të sakta. Sa ju del, nuk ka mundësi ti në të njëjtin institucion në Shqipëri të vish 6 herë me 6 emra të ndryshëm, me 6 baballar të ndryshëm, me baba të ndarë, me baba të vdekur, dokument që kam parë dhe vetë. Baba i vdekur, baba i ndarë, baba i nuk e kam idenë se sa versione. Dhe ai tha, për t'i rënë më shkurt, i regjistroj unë me fotografia DN, emër biemër, kartë identifikimi, ndjek unë vajtjet dhe ardhjet dhe mbaroj. Ti mund të dalësh dhe nga malet, kur i thonë, por ai ka në sistem të regjistruar që ti duhet të rish 90 ditë.
Edhe 30 ditë. me këtë regjistrimi nuk ke nevojë për herë dytë pastaj nëse kalon, duke qenë se je regjistruar një herë. Brenda 3 vjeçarit, thon ata, ky regjistrim është i vlefshëm. Do të thonë është i mjaftueshëm për 3 vjet. E sigurt që mbas një 3 vjeçari rinovohet edhe për arsye të ekzistencës së njerëz jemi dhe thotë të rikontrolloj, por për 3 vjet ky regjistrim është i vlefshëm. Do të thonë ke dhënë të dhënat, dhe se ato janë të dhënat tona, shenja e gishtave, ADN-ja ato janë të dhëna personale jashtëzakonisht të rëndësishme. Në momentin që këto fluturuan dhe u dhanë, nuk ka gjë tjetër për të parë. Nuk besoj si u intereson gjendja civile, u martuam, së martuam, bëm fëmijë, u dashuruam, as i interesojnë. Kështu që të dhënat kryesore për një njeri, dhe mos harrojmë që është hera e parë që njerëzve do t'ju merren të dhëna kaq personale. Nuk janë marrë ndonjëherë të dhëna personale në këtë gjendje. Kemi kaluar kufirin, kam kaluar pra 30 sa vjetësh. Çfarë dash? Bile vajta deklarova vetë emër mbi emër, atësi, datë lindje, më dhanë një pasaportë, udhtova. Dhe ku hyra? Hyra në territorin Schengen. Dhe sa vite ndojta? 3 dekada. Kështu që me ato dokumenta që qarkulluam në dikur, ishte mos e thjeshtë, unë nuk mbaj më të kërkuar as atë certifikat të gjendjes civile në 92-shin. Mua më thanë si të quajnë, e shënova, u vu një vull, e vuri dhe dogana greke, pika kufitare e kalimit të Republikës së Greqisë, vuri dhe vullën, dhe pranoi një njeri me të dhëna, do thoshe, do me thonë tani kur e kujtoj dhe unë çuditem me këto masa kaq të repta që janë marrë. Çfarë, si e futi një njeri, e futi se unë i thash quhem Anila Reza. Isha nuk isha, kisha atë të lindje, kisha atë atësis, kështu bërë, me mua nuk është bërë absolutisht asnjë kontroll. Kështu që Evropa, kur pa që tendenca e jonë flas për të Ravendet e Bashkimit të Evropës, është për shumë veprimtari, se nuk ngeli vetëm te turizmi dhe thotë unë në muajt e verës kam turist ka Shqipëria. U pa që vinë për studime, për biznes, për tregti, për studime, për programe mësimore, për programe universitare. Atëherë me që kjo lëvizje ishte jashtëzakonisht masive, tu le domosdoshme të kenë më tepër të dhëna. Sigurisht nuk kam qenë asnjëherë dakord që të dhënat e mia tashmë qarkullojnë në kaq shtete evropiane. Unë linda në Shqipëri, doja t'i përkisja Shqipërisë dhe sigurisht vendi që zgjodha të jetoj dhe të punoj, edhe ati mund t'jepja të dhënat që i kishte. Ku diplomove, ku arsimove, shtëpia, të tëra, numri sigurimeve për shëndetin i ka të tëra, por nuk e kisha imagjinuar se do përparoja, do më kërkonin kaq shumë të dhëna personale. Nuk e kisha imagjinuar, por është e pashmangshme dhe e detyrueshme. Anila, ta zbatoj. Unë të falenderoj shumë për bisedën dhe me bashkëpunimin tuaj, me ndihmën tuaj për updatimin e fundit për rregullat, shpresoj që të komunikojmë sërish për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, ata që duan të shkojnë të lëvizjen ande edhe këtej, që të informohen. Kështu që jam mirënjohës shumë. Unë ju thash vetë që do interesohem individualisht. Kjo nuk do të thotë se informimi im mund të jetë më i mirë sa i zyrtarit. Por unë jam gjithmonë e gërmave të vogla, sepse jemi mësuar të lexojmë dhe të themi 1, 2, 3 këto na kërkon, se shikoj si qarkullon informacion me njëri tjetrin. Mirë po ato, do me thënë një paragraf ka dhe nën graf. Ka një nën graf të vogël që thotë duhet kesh këtë. Kështu që mua më interesojnë gjithmonë gërmat e vogla të pashkruara. Ato klasike të lexon dhe kush do të thotë shky. Pa atje mund të ketë dhe një hollësi që thotë nëse ke një dënim s'ke për të kaluar. Kështu që unë e kam bërë vetë dhe dua ta kem informacion të saktë dhe për çdo që më pyet. Se kam gjithë njerëzit e mi në Shqipëri. Kushdo që do më pyes duhet të jap të saktë informacione që të mos ketë problem dhe të arrijë në destinacion gjithmonë për gëzime, të arrijë atje ku do, në orën që do dhe në mënyrën që do. Kështu që ja u premtoj që një informacion të dytë do ta kem më të saktë, të vazhdojmë pak ditët në vijim, të kemi edhe një burim të parë informacioni nga ana praktike si kaloi dhe besoj se në një puntato të dytë do mund të kemi një informacion të saktë. Të falenderoj shumë, të uroj ditë të mbarë dhe gjithë të mira. Edhe juve ditë të mbarë, faleminderit që preferuat opinionin tim.